Shoqata Instituti për Zhvillim të Komunitetit CDI në Tetov, në bashkëpunim me Shkollën Komunale Profesionale të Bujqësisë Mosha Pijade në Tetov, organizon trajnime për profile të ndryshme dhe atë marangoz, axhustator dhe bukpjekës. Këto trajnime do të fillojnë të realizohen shumë shpejt, ndërsa mund të aplikojnë personat e papunësuar, por edhe ata që dëshirojnë të fitojnë aftësi të reja. Trajnimet kanë pjesë teorike dhe praktike dhe do të zhvillohen në hapësirat e shkollës së mesme Mosha Pijade në Tetov, thot Sreten Koçeski, drejtori i Institutit për Zhvillim të Komunitetit. Во рамките на проектот се обезбеди финансиска и техничка поддршка. Në kuadër të projektit janë siguruar pajisje teknike që të vendosen në shkollën e mesme të bujqësisë, kurse të gjithë të interesuarit mund të paraqiten në zyrat tona ose në shkollën e bujqësisë. Trajnimi realizohet në bazë të hulumtimeve që janë bërë gjatë periudhës së kaluar për kërkesat të tregut të punës. Nga këta hulumtime arritëm në përfundim se ka nevojë për këto lloje të trajnimeve dhe shpresojmë se kjo do të jetë në të mirën e qytetarëve, sidomos ata që nuk janë të punësuar, që të jenë më konkurrues në tregun e punës për të marrë shkatësi të caktuara. Pas përfundimit të trajnimit, do të shihet mundësia edhe për punë praktike nëpër ndonjë kompani në Tetov dhe të shohim se si është në realitet kjo punë, tha ai. Trajnimi është pa pagesë dhe të gjithë pjesëmarrësit që do të përfundojnë trajnimin me sukses, do të marrin një certifikat për aftësitë e fituara nga këto 3 sfera që do të lëshohet nga Shkolla e Bujqësisë dhe do të jetë valide për punësim. Projekti është përkrahur nga 2 shoqata, njëra gjermane dhe tjetra nga Austria, si dhe qyteti i Vjenës.